Çoki basketball. Çoki basketball, e? Po te numri, ç'a episodi është sot? Sot është episodi, vlla, supozimisht i tersi. Por me basketball Nuk ka ters në dy njohë këtu. Apo ja? Kështu që unë Si trupa sportist që jemi. Të keqen. Mashallah. Ti ka kalu gjitha. Nëse, të lutem, unë dua të bësh diçka si episodi 13 se pa afron fundi. Pa afron vallaj. Edhe ndjesh to goosebumps që avash. Tani, të lutem koleg. Koleg. Po prezantosh pak numrin 13 për sot. Numrin 13, ë? Unë do jap vetëm një hint. E di si ma ke bën vlla sikur sa po hym fush. Da, po fillon nesër. Basketball bra. Ja të keqen. Dunks. Point guard. Sot Lale kena të ftu i super artist, është i dublus i gjeneratës së re, edhe pse ka shumë vite që dublon. Dakor? Dhe ka që fëmijë. Po pra ne po them. Dakor? Pa shumë llafe, pa shumë Jepiri të mustash. qirira. Dakor? Një djalë super artist dhe Flori. Kristen Shalavaci. Faleminderit, jam mirë se ju gjetëm një. Jam mirë se na erdhe. Sukseset çuna herë. Eme, qa ka me hynë po të ndërpres? Shiko, me që the ters me të majtën. Nuk i shpëton dot. Nuk e në shonë se të vare. Po mirë se na erdhe gjithsesi. Ju gjeta edhe unë prapë. A ti keqen. Kristen si ka shku punë valla? Po mirë. E përgjithshme është mirë për herë. Kështu mbahemi. Qa bëhet tani nga e kemi lënë. Apollonia mirë është. Shumë na kanë urryer, po ç'a të bëjmë? Unë gjysmën nga fjerje kam, ta dini. Seriozisht? Më plakëm po, kështu që nuk kam një gjë personale, jo. Ti që ke përtesh magji më mirë? Po. Ne pra, që sot 13. Si njitë. E ne ta kërkoshe. E boje do të me kështu. Ky është 3 pikë zhlla nga herë zonë. Ky 3 pikë, ky ishte këshuar mrapsh. Fap. Qëlloj, se nuk është se ishte me planifikim, jo. Kështu që A ka zot për o? shout out Rebecca. Da, keqe rejt përshnesim. Jo të përshnesim. Mas pishom. Bravo. Qa quni këmë o? Si Rebecca. Kristen, edhe jam vllai im. Mirë se na ke ardhë. Me plot Ne energji. bashk do qeshim sot. Po do mundohemi ne, pse mos Kam qeshim? ndjesim vlla do shkatrohemi. Do mundohemi. Me bën virale. Jo, s'ka lidhje me realitetin, nuk Po le mos bëhet, le mos të bëhet. Do bësh pa bome sot do hiq buzën. Jo. Dalin do thot njerëzit bugi. Vizoni bugi. Vizhë drejt. Da të keqen. Po më bëj winin, vaj lesh. Hike drejqa. Faleminderit Jerin për ftesën, shumë faleminderit. Je mos jemi për çfarë. Kjo është dalja ime e parë, kështu që Jo. Seriozisht? bujrum, po seriozisht. Mashallah. Kam dalë vetëm me zë deri tani, më është dëgjuar vetëm rryl. Gurmozi, nuk është dëgjuar. Inshallah s'po të na lënë në rob të rrugës tash. O po lëre. Arrifshim në atë ditë, kolegë. Me stilolapsa me vete. Markerat, fakt. Po, patjetër. Firmos qetlën. Mos i merr kështu bluz, është i bestytnik të bluti, bën tatuazh zakonisht. O none. O Kristen, si ka nis me ty vllaim dublimi? Historia shumë familjar. Tani ka nis kur un kam qenë në klasë 6, domethënë 12 vjeç besoj. Edhe ka qenë thjesht te kompania 2A ka nis. Po. Dublimi im i parë, çdo gjë domethënë. Si gjithë. Po, pak a shumë si të gjithë. Kam vajtur për të marrë një person të familjes time që po dublonte. Dhe nga sikleti dhe nga batutat e munguara në atë moment më thot dikush që do vish të ma bësh pak këtë të lutem. E ke parasysh kur je i vogël e ke turp? Po. Do shkosh jo se do, se duhet. Ajo është. Edhe me thënë drejtën un kam edhe mami im është mësuese edhe që i vogël për shembull që kur kam qenë kopësht un rria lexoja, më vinte pak si me zor, jo me qef, Flasim troce që. Me thënë të drejtën në artikulim për moshën që kisha të paktën, kam qenë shumë mirë. Edhe për në emocion, se kanë qenë jo prozët, jo poezit, jo këto gjërat e vogla.
vjeshat që bënim. Për moshën që kam pas, kam qenë shumë mirë. Edhe ajo ka qenë piknisja ime, domethënë, që pas asaj dite nuk ndaloj më deri në ditën që jemi sot. Vazhdon dublon sot. Po, vazhdoj edhe sot e kësaj dite dubloj. Me qefin më të madh. Duket. E di si ka përfund duket i dublimet? I ke përshë to meme që ti blen diçka gabimisht të pengojnë edhe pap kalon ka. Po, kjo është historia ime, nuk kam çfarë të them. Unë kështu e kam nisur, nuk kam bërë audicion. Vallai, flasim trotë bro. Kjo fati modër? Mu më futë me dhunë. Plako, gjysma nga fieri ishte kjo. Gjysma tjetër. Gjysma tjetër, pastaj ishte ai që thoshte jo për brenda, po se s'kam çfarë bëj. Ta e mbav me karakterin e partit. Tashi, parin fare nuk e mbaj mend. Jo këto belbëzime. Tani i pari fare unë mbaj mend që ka qenë një serial i shkurtër, nuk ka qenë shumë i gjatë. Ka pasur 3 personazhe kryesore që mbaj mend unë, edhe një nga 2 prej tyre quheshin Kripa dhe Piperi. Kanë qenë ca zana të vogla që dilnin vetëm natën me sa mbaj mend unë. Po, ky ka qenë i pari, domethënë. Domethënë më shumë mundsi unë mund të kem qenë Piperi aty, se që ka spec fare më? Spec fare. Ky ka qenë i pari, domethënë që unë mund ta quaj që u futa në këtë industri, domethënë. Ndërsa i pari fare që unë kam bërë një personazh kryesor me shumë seri, ka pas dashur impenjime dhe kohë, të gjitha, domethënë edhe më vinte i natë që pse se bëja dot. Isha shumë i vogël, edhe problemi më i madh i dublimit për mua është të qeshësh, kur nuk je aktor ose kur nuk di të dublosh. Edhe aty kam vujt më shumë, ka qenë Willit e Bleta Maja. Kështu që ky ka qenë i pari. Angjoni jore, qafira. Të mbaj mend unë. Ti çka ja bë? Ju që doni me pa kush është zoni Willit, tash e keni me figurë. Ashtu. Unë jam unë. Po më shoqë po, neve më motër, aman. Po ka qenë shumë i vështirë Willi atëherë? Teknikisht apo po thot pra që tani kohën. Për eksperiencën që kisha unë, domethënë edhe ndrojtjen që kisha si fillim, ishte pak i vështirë. Nuk mendoj që dublimi është vetëm të lexosh. Po, e vërtet. Është pak më shumë se kjo, duhet të njihesh pak me personazhin, po duke kaluar serit, mendoj që e bëra personazhin tim. Domethënë, edhe po ta bëj sot e kësaj dite, e di shumë mirë se si ka qenë. Edhe si mund ta sjell prapë aty ku ka qenë. Përveç timbrit që nuk kam ç'a t'i bëj, domethënë mund të impostohem deri në një far pike, po jo deri aty. Nuk mendoj se do godisja prapë një lloj, domethënë. Për efekt moshe, jo për një efekt tjetër. Zërin e ke fantastik, tak. Faleminderit. Për zotin. Përpiqemi. Përpiqemi. Jo, për zotin, domethënë, nuk timbër, ngjyrë. Okej, unë vetëm një gjë di të them, jam realist te kjo, unë nuk di të impostohem shumë. Domethënë, impostohem deri në një far pike, nuk di të them që unë bëj 20 zëra. Jo. Domethënë përpiqem që ma keqësh po ti bësh. Ti jam sa më natyral në atë që bëj, në shumicën e gjërave. Po që nuk e arri dhe unë gjithmonë e di, nuk mund të them që e arri çdo gjë ose mund të bëj çdo personazh ose shiko, kush e thot thjesht po bën fund, jo se po thot ne të vërtetës. Nëse le ta them se unë them timen. La të rëtë bëjtë të tyre, ashtu të keqen. Po, një ndër... Po, prejtë direkt të gjëna dërën. Ama mirë, fal, hik, vazhdo. Po jo, që rond. Se do këshu. Tani pyetja ime është kjo, se ti the që unë hyra shumë i vogël të dublime dhe e kuptova këtë pjesën që këto të qeshurat, emocionet, le t'i quajmë se edhe në qeshës, mund të pasur edhe qara që janë akoma të vështira se të gjitha këto. Qa ishte diçka që tek dublimet, domethënë kur ty të kërkonte impenjim, përveç këtyre që sapo thej, të dukej jo shumë e vështirë, po kërkonte punë që ti dilje nga dublimet, shkoje në shtëpi dhe filloje si ta bëj këtë, si ta bëj atë. Tani problemi më i madh do ta them, domethënë për mua kanë qenë këto që ti përmende. Nuk ka pas edhe batuta që unë nuk arrija dot aty ku doja unë ti nxirrja,
po mendoj që më shumë ka qenë efekt moshe edhe eksperiencë, domethënë unë tani ku jam kam përjetuar gjërat e mia në jetë siç keni përjetuar ju. Po. Dhe disa gjëra si në film kalojnë edhe në jetë. Kështu që tani që kam përjetuar më shumë, mendoj se mund t'jap më shumë. Domethënë në atë moment unë aq kuptoja ose aq dija dhe kisha thjesht dy ngjyra në zërin tim, domethënë kisha dy lloje emocionesh. Tani mendoj se mund të kaloj pak ose të luaj kur me trishtimin, me lumturinë, me gëzimin, sarkazmin, ironinë etj. Tani mendoj që mund t'i bëj më mirë. Thjesht atëherë nuk kisha atë pjekjen këtë lloj pune. Po, nuk mendoj se pjekje kisha emocionale. Flas me qese, ishte fillim. Nuk ta ka rastis që dikush që fëmijë të dublojë. Kupton, shumica e njerëzve që ne kemi pasur kanë qenë consider shutu pse Jo retired. M'fal, po, vërtet. ti ke bë vetëm bun. Nëse po. Po valla ti se morën në intervistë, s'kam qenë mund që të kam pyet, që rriu. Ei, e nguli. Ideja është ata pak shumë, ti. More. Tani, e di çfarë do di tjetër unë se jam këto kur ke pas çike eksperiencë këto të ka ardhur në rol që ke thënë, tash po. Ka filluar të bë kopil fare. Ai po. Tani që e kam pas unë qef ta bëj. Që ta kam dhënë, që se ke prit që thonë ka thënë, hajde tu se do bësh këtë edhe ka thënë. Çan nostalgjie. Po pasaj çka ke pas qef të bësh? Po pritet drejt një herë me radhë, se vetëm ti do dalësh. Boja pyetje tamam. Unë e di që nuk do krahasohen kurrë këto rolet me njëra tjetër, domethënë, pavarësisht se kanë lidhje me njëri tjetrin. Për mua, që e kam bërë me qefin më të madh dhe që do doja ta bëja akoma, nuk e di se mund të jetë nivel tjetër me Naruto, ka qenë Boruto, që unë e kam bërë me shumë qef. Domethënë, do doja që të vazhdoja ta bëja kur dalin serit mbarojnë, nuk e di si është muhabeti deri. Do vazhdoj seriali tash shpejti. Seriali ka vazhdu, domethënë Do kisha shumë qef, ke bë vetë filmin, inshallah ta urojmë me shpirt, sepse do bëhesh nivel këtyre. Do kaloj tek Tathu, nivel Goku, po bësh Boruto po. A do i kalosh pse më ha misheri? Jo, do kaloj tek ta, jo për t'i kaluar, jo, më ti bashkë ngjiten po them të pi edhe unë i birr me këtë. Me na, për punat janë tane të burr. Por edhe mund të kalosh sepse anime për momentin është super e lezetshme çfarë do fillojë, e kuptoj dhe do ketë konsiderueshëm goxha episode, se janë 200 e ca janë, pritet dalin edhe 200 e ca, kështu që është nivel Naruto me episode, e kuptoj. Po patjetër. Do jem dhe unë aty më me. Koji Gashinin nuk kam për ta bëu, kaq po them. Pa. Ja ta shoh. Me luftë do arrihet. Me luftë, po, nuk shpëtimet, vetëm dy karaktere mbijetojnë, të tjerët. Po mirë, unë do bëj Kawaki nga Inoti. Urt. Ti do rish pastaj ta morësh intervistë neve. Kështu si. Do vi ai me mua këtu edhe do të kalojmë planin tek të jemi po, si ke emrin ti djalin false. Po kasabo, ma bëj çik minut. Hej, sikur ta kishte aksesin. Unë fik mikrofonin. Kurta ai drejti. Atë se diti. Na fali, vazhdo. Do të thënë Boruto është nice. Po një karakter, si ishte pyetja jote? Kë ke pas qef vllata do bleshë ti. Naruto. Unë. Shiko. Goku, e vdekur. Jo. Se Gokun unë e kam pasur idhull, po jo për ta dubluar, domethënë. Nuk ka qenë ai që do ta dubloj. Ti mund bësh Gohanin për shkak. Po. E ke si për kaptinës, pa e për. Jo kështu, fizikisht të e pa Gohanin, po ti më pish, ç'a do të. E kam pas shumë qef, domethënë, në gjithë atë mindsetin e vet kështu. E gjetëm. Në çdo gjë. Domethënë, është ajo fjala e marrosur që se përdor shumë në përditshmëri, ashtu isha pas atij. Seriozisht, ka shfan si mod? Po, domethënë thjesht u zgënjeva pastaj nga ato episodet mbrapa se filloi atë jetën familjare kështu, nuk ishte më adrenalinë. Çu është martohesh po të rejta. Pa nuk e ka pas keq. Ato? Jo. Më beso që se ka pas keq. Tashi, flet se kështu, Flet eksperjenca ta. Ka me eksperiencë i detyruar, flet se kështu apo se kështu e mendon. Jo, kështu e mendoj vërtet. Duket që e ka kështu Po. Jo. Jo. Atëherë mendoja ndryshe, po tani e kam seriozisht që e mendoj kështu domethënë. Ama filmi fundit në Gohanit se ke pa besoj? Jo.
Gabim, do e shoh sa dal nga këtu, ju premtoj. Sa dalë nga këtu jo se ke gjysore rrugës e thosh. Jo, se i pik ti, është hapunaz atë. Është, më besoj që do lumturohesh prap. Ka i ditë. Do gëzohem domethënë. Shumë fare. Jo, ka i glow up, është hajt më limonat. E ke pa superin? Jo. Po, e kam parë. Bëhet më i fortë se po. Okej. Se po ta spoiloj pastaj se do të hyn qef që thosh mund ta dubloj unë. Se unë do të suportoj një votë që nga unë. Një votë ka që do e bëjmë të mundur. Do sa e më bët. Se ai do marrë atë të vetën, unë do marr timin tani të dy. Vllai, ndahet sabet, vetëm ti del Shikot duri ka i është një gjë se do ngelesh vet. Unë do të kruni. Ishte dorë. E, sa i s'ka dorë, ai është martu. A mos është dorë unaz. Luljet e çaki. Tani, shiko, të që ta zbukurojmë prapë se ka bo Boruton. Po. Te filmi. Patjetër, te filmi. Ne kemi folur diku. Po, që folëm herë në fundit e Shadowhabi. Atë lutem, që Boruto aty është pik. Pastaj te anime zbutet pak, po prapë bëhet goxha i fortë dhe do vazhdoj të bëhet. Dhe inshallah Jo, realisht. Te anime, sepse përderisa do si karakter futesh shumë në rol. Tani pyetja ime është kjo. Jepi. A i shef këto para që ta studiosh pa karakterin apo thjesht hajtë dublojmë? Jo, hajtë dublojmë, po që të vinë. Jo ka që thatë, po mos do e bëj pyetje 1 kilometër. Jo, po mos na e deformo. Ose unë e di përgjigjen, pra ne. Edhe mund mos ta dish. Diti. Unë jam dakord që personazhet për shembull siç ja bën dikush nuk e bën dikush tjetër. Po mendoj dhe në 90% të rasteve, hiq një 10%, mendoj që tekniku bazohet shumë në timbrin e zërit të aktorit. Edhe besoj që gjithë teknikët i njohin gjithë aktorët të paktën në çfarë range mund të shkojnë. Dhe për vitet e eksperiencës time, domethënë nuk mendoj se ka një rol që ti nuk mund t'i shkosh afër nëse ti ke një lloj eksperience. Domethënë në momentin që ty të vjen ai roli që të vjen, ti e di që ai të përshtatet ty disi. Nuk je ti, po duhet ti përshtatesh ti tani atij, pavarësisht se zgjedhja është bërë nga e kundërta. Dhe dublimi ka edhe diçka tjetër që ti nuk ke një lloj gjuhë trupit mirëfillt. Domethënë ndryshe nga aktrimi. Ti loz me zërin tënd, domethënë të paktën në rolet që kam bërë unë nuk më ka rastisur një rol në jetën time që të them po ta kisha studiu do ta bëja më mirë. Mund të kem dash më shumë kohë të bëj diçka më bukur, po është e vërtet. Domethënë mendoj që nëse futesh ta studiosh edhe pak më shumë edhe të harxhosh kohë, normalisht që mund ta nxjerrësh më mirë, se një gjë që bëhet avash bëhet më mirë se ajo që bëhet shpejt, po në përgjithësi nuk mendoj se do kisha arritur të bëja diçka më bukur se çka kam bërë. Domethënë është rasti për shembull që është folur edhe në episode të tjera që Ray Beka ka bërë Leon për sa është bërë. Unë nuk mendoj se Ray do kishte pasur një rezultat edhe më të mirë po ta kishte bërë për më shumë kohë. Për të vetmen arsye se të humb ai naturaliteti i momentit. Po, edhe kjo është e vërtet. Po, edhe kjo që ju thoni është e vërtet. Domethënë, për mua ka një ndërthurje. Patjetër, mund një mesmeart. Nuk është, domethënë, është ajo e mesmeart. Mund të mos kenë rastis dhe rolet e mia që të më duhet aq shumë kohë, se unë ta thash, unë jam i vetëdijshëm për impostimin tim dhe rolet që unë bëj janë kryesisht nuk janë shumë poshtë dhe lart, domethënë kanë një vizë, domethënë janë zakonisht, domethënë në 99% të rasteve pozitiv, nuk kanë atë antagonistin, domethënë ose kështu që për këto role nuk mendoj se jam mësuar ashtu, kupton? Po. Tani të kujtohet në një frazë nga Boruto për shembull. Ta them troçi jo. Jo, ka shumë kohë që e kam bërë. Ka shumë. Do t'ja kujtojmë pushimin e pjesës. Në pushimin, jo, po. S'ka shumë. Kam fjalën ti e ke pa filmin vet kështu për çef? Mrapa? Jo. Ose dublimin. Dublimin nuk e kam parë dublimin. Jo, filmin, çka rënë çfarë gjuhë, po thjesht për edukat shoqërore tënde. Nuk e mbaj mend, shiko, ai filmi Borutos unë e di që ka shumë kohë. Ka
18. 2018. 17 marrë Naruto, 18. 18 doli. Po, ka shumë kohë. Edhe nëse nuk e kam parë më aq shumë sa kam parë tani nuk e mbaj më mend. Sa pas ke na për. Kam pas shumë, e kam seriozisht. Di unë të rrëv zemrët e Gogo, tipo që ti bëj se du t'i bëj qefin. Doja t'i bëja qefin këti se ka folë për Naruto, ka i japë, di unë. Unë ta kam thonë vlla. Po personazh të preferuar të Naruto kam Garën, në çuditërisht. Mund t'ju hap bis. Me këtë po kam Garën. Pasohesh ti që ke Azumën. Gara është super karakter. Nuk e di, më pëlqen ai tipi me atë vuajtjen e vet aty. Se di. E njeh Azumën ti? Te Naruto? Po mund ma përshkruash me Shef? me një Shef sa i Ta ba syve. Më fal. Mjeshtri ka marrët. Mos njoni që vdes kot pa lidhje. Mjeshtri që ka marrët. Ati me hije. Një që pite cigare. Okay, po Ta personazh. sheshe, i duhet hindi i dur. Shiko, emri nuk e ka pas në një gjë. Azuma. Azuma. Po ka qenë personazh i bukur. Jo vetëm vdes, që personazhet e mi vdes. Unë atë vetëm e kam parë, e kam shijuar, nuk kam arritur domethënë ta shoh si bëhet këte janë ndej ose ç'a bën një gjë më shumë, po si personazh ka qenë i lezetshëm. Ka qenë procesi punës atëherë se në maj men kur e kam pas dublu, ka qenë i frikshëm. Te domethënë aktorë që kam pas bërë atëherë, vetëm në për studio sa ulerite e për. Je ma me vetë, nuk ka nevojë të them unë, po. Po. Shifse 1, 2, Unë 3 shketi dhe kokra për që të i lërisja, kush e di më dilte zëri. Jo, je më mirë se sa unë që kam bo bunta e sekuenca, unë do të të ha, unë do të të ha, do të të bëj çokoladë. Lajo, është legjendare ajo. Çokoladën. Shiko ti të paktën ke bërë të Naruto, ne dy rrim veç pastaj. Hajde ulo dhe ti me mua. Naruto po, e vërtet kam bo Itachi në 2 episode vetë. Si zatni. Por e la. Kështu që unë Bobi. nuk mërzit nga këtë pjesën, vetëm i kam parë, po shumë shpejt. Jo, ma i kemi shijuar, nuk i kemi parë. Isha dru atëherë, po mos ta bëja ma fush me çok. Ta bësh. Më një që s'kam qenë, se tash jam i rritur, edhe po ma futem me çok, duroj, maj dajak. Ma, Ta bëjmë gjë të bukur, Jepi. që të vi me egër pjesën e dytë, jepi. ta mbyllim pjesën e parë. Aja ma ja. Nga të shprehjet klasike. Ikim thua? Ku ja xhi. Kasapo, si thuti? Boje e shile lutem. Shadow Clone. Rrik kështu stoik. Apo u kthym. U kthym. Tor. Çao drejt. Tor. Ashtu. Jepi. Ka ardhur momenti unë të hap defterin. Hapa të defterin e kiametit. Hap defterin. Ashtu. edhe Bap filloj me gjonat e ronda. Fillo me gjona dero. Po tranksin. E kam bërë. E kam bërë dhe këtë. Po jo atë që ke ti aty. Jo këtë. Jo, e kam bërë një, kur ka qenë kështu i vogël që e rrifte Vegeta. Jo, jo, aty se ka rras, se Vegeta ishte jashtë shtetit kur. Ishte Po një... më ka rraf burma. Tani pyetja ime është kjo, filmat vizatimor Po. edhe animet, se ndryshojnë një çik Po, tipologjia, e kuptoj se këto filma vizatimor kanë shumë këngë. Kam përgjithsisht këngë. Ato janë këngë me pak fjalë. Animet s'kanë për shumë. Tani, kush të duket ty më e vështirë Për ta dubluar për ta dublu, po? animet. Animet, domethënë, e di pse se unë po flas tani sikur po dubloj. Kur më vjen diçka në anglisht ose po themi në italisht, në gjuhën që ne vija po një fare. Po pra, kur këto gjuhët paka shumë ne i njohim. Edhe kuptojmë atë emocionin, po kur vjen ty të flet, o koshi, edhe në momentin që ti je bukur për të ngrënë, ajo po është e vështirë, domethënë se ti nuk mund të bërtasësh siç bërtet ai. Domethënë atje ndoshta ngjan mirë, po një është kjo. E dyta sinkroni. Sinkroni është domethënë për mua tek animet është më i vështirë, domethënë në krahasim me Duhet gjithmonë përshtatësh mbi përshtatjet. Po. Domethënë është nuk e bën dot atë one shot one take, domethënë është domethënë mund të rastisi, po jo se e bën ti domethënë. Shikoj, e dikush mund t'i bëj ato i rob që është kalit me anime. Po. Domethënë nuk Ske. është më e vështirë për mua. Domethënë mendoj se të gjitha kanë më të vështirë. Jo, absolutisht se kanë dhe strukturën e fjalës se ata kanë shumë ndryshe. Më ndryshe. Emrin e thon fund,
Se çaj Po, fusin për mund të kenë ato rregullat e fare, veta, foljet e këto. Ata zbukurojnë. Kush është më e bukur për të dubluar? Se e vështirë morën vesh po e bukur. Pas ka hongër paprika që më mirë se. Sa rrishuar ti herë drejt jo se e halli. Ma e bukur. Shiko, këto filmat vizatimor Janë më të shpejtë, di, unë marrën për i orë dilderë. mbarojnë shumë shpejt. Edhe, do më thënë, unë nuk është se mbaj mend shumë filma vizatimor që t'jem knaq, të them drejtën. Do më thënë, i kam bërë, edhe kam mbaru aty të dera, kam mbaru çdo gjë, do më Mirë thënë. pafsh. Po them përjashtonja 2 filma, ka ndodhur kështu, do më thënë, që mund të ke mendu edhe pak më gjatë. Po animet janë komplet gjë tjetër. Do më thënë, kanë që nga grafika, që nga ajo thjeshtësia njëherë, se nuk është se kanë vizuale më shumë se filmat vizatimor. Po them, do më thënë, më qofë se krahason ca filma, po them për të gjithë. Po, normale. Po mund të ketë anime që janë më të këqija se filmat vizatimor në vizuale. Po atë ndjesin që t'jep anime, do më thënë, është komplet gjë tjetër. Do më thënë, unë mos them edhe vetë mund të kem dalë duke qarë njëherë me një film. Vërtet? Caktuar, po, mund të ketë ndodhur. Do më thënë, ose nëse s'kam dalë duke qarë, kam dalë duke thënë që duke reflektu për një gjë për jetën, ose do më thënë, mendoj se janë shumë edukativ, do më thënë, shumë në krahasim me jetën, i afrojnë më shumë, është më e prekshme anime. Po, ti mendon shumë se edhe filmat dhe vizatimore edhe këto animet janë vetëm për fëmijë siç i kategorizojmë. Jo. Ne si racë shqiptare. Faleminderit. Unë madje mendoj që prandaj nuk bëhen se duan më shumë që të bëjnë filma për fëmijë dhe nuk i fusin dot animet, se nuk ma do mendje që ka një arsye tjetër pse si fusin. Animet unë mendoj që unë do e shifja me qef, domethënë, jo e mendoj, po do e shifja me qef, edhe as do thosha kur pas. Një film vizatimor, okay, Po mund ta bësh, varet domethënë se si. Okay, Një film vizatimor. Mund të jetë një film për shembull për nostalgji, del Shreku, papë shet se i rrit me atë. Na fal. Na fal. Jo, nuk e kishim për këtë, e kishim për tjera. Mos suka, sot tash me Shrek Eldorado. Tani po flisnim për masën, nuk po flisnim për flasim për nezhën. Kurse anime për shembull, animet që minimalisht këto që transmetohen botërisht, anime ka pafund të dalin javë për javë, po këto që janë të mëdha nuk i bën dot të pas njëri. Kjo është pak për e sigurt dhe një ndër to i nderuar kolegë është Kuroko në basket. Edhe ka gabogi kolegu jon. I Zugin. Si aga emrin. I Zugin. Zugi. Ky ka qenë point guard, la kush është basketbollist tash e kupton. Ky vllai kishte ability, kishte këtë syrin e fajkojt, nuk e da shipojnë, sy shipojnë. Eagle eye, po. Ky shifte domethënë dhe mbrapa kaptinës. Ishte pasus. Ky ishte Iniesta basketbollit. Po, Iniesta i skuadrës. Ky isha unë domethënë kur mbarova basketbollin. Deri në momentin që isha në basketboll se kisha shumë të syrin. Pastaj kur e lash, fillova me aty aty më aktivizuai syri mua dhe mbaroi aty. Basketboll tamam profesional apo? Deri 18 vjeç, deri në 18 Tani që ke dublu Ishim pastaj. Tani që ke dublu, domethënë një karakter që literalisht është basketbolli i gjallë. Edhe ti ke lut basketboll vetë deri 18 vjeç e filloi shkollën posa si të gjithë. Si ndihesh kur e dubloje këtë? Sa është më shumë me pasion pastaj. Shiko, përfshihesh shumë aty se nuk është një lloj kur ti nuk di diçka edhe e bën edhe kur ti merr vesh nga ajo gjëja edhe futesh aty. Domethënë ishte përfshihesh shumë me thënë drejtën. Ishte shumë ai sekondi i fundit kur ti se di. Po, buzzer beater atë. Është ndyrë se kupton ti shefi gap aty prej 17 pikësh. Shiko, unë si drejtë do t'i bëjmë për 20 sekonda. Mbaj mend kampionatin e fundit që kemi bërë, kam humbur 4 herë me buzzer beater, domethënë. Kështu që kam plagë të rënda. Është ndyrë se ti thon vetëm fut. Ka 8 vjet që e kam lënë, po prapë kam plagë ato. Është pa mundë. Çfarë pozicioni ke pasur? Po njësh edhe dysh, domethënë organizator. Okej. Edhe tani ai dyshi zakonisht treshi mbahet që gjunë 3 piksat, dyshi është ose ndihmës organizatorës që depërton ose kështu. Unë nga 3 piksit nuk kam pas ditë me gjujt.
Dorë shtrëngë, kështu. Kërceja shumë, kaq kam pasur unë. Gjatësinë e Edhe ke. mbrojtje, këto kanë qenë, kështu që më përshtatej pak ai tipi, se dhe ai nuk është se bën të Jo, nuk është se ka qenë pikshën unë si madh, Si Aomina për shembull. Ka se- Po, Fix, mo. kam qenë për ekipin, mendoj se mirë. Më falni po kam qenë keq, domethënë. Çura juve mos Ama me këtë ke fitu. Po tash im vej vend do fitoja dhe unë Idej. mos fitoja as aty. do e lirote zoti me i vend se po dhe shtërnoj. Ja, po këtu e ke ndorë. Katër me bas libër o vlla diktruni. Po të humtën e këtu ta morë këtë creator në telefon. Ai sezonin e dytë zej me se. Tunisa. Aty doli gjysma nga fieri më burri dhe jo. Doli më një zez. Po tash që ta kthejmë çik situatë. Se këtë e di unë që besoj ky duhet të ketë qenë një ndër role që ti e ke bërë me shumë pasion se tu ka përshtaten e me zanate, na kupto. Çka ka qenë një rol që ti e ke bërë këtu na? Se Mëse më ka stile ma bone këtë pyetje më burri. do ta di unë tash se, do ta di këtë se unë e di. Dora, ç'a do bëjmë tani? Të pyesim hartën. Një minutë siglat për të kërkuar këto malet që ishin këtu mbrapa që Ai ka qenë një serial plago Pa lidh. pafundësisht i gjatë. Mbaro, edhe vetëm sezoni i parë 24 seri. Mbaroi, sezoni i dytë, 36 seri. 36 seri aty. Po ti ke pa? Edhe ti që dilje kështu sigurisht nga lufta. Kështu, sa i në shtëpi ka dalë sezoni 3. Edhe ishte e bukur që mbaj mend një rast plako, është histori e vërtet kjo. Kam qenë për ditëlindje, thash unë nuk jam për asgjë. Ka dalë sezoni tjetër i Dora Explorues. Ajo do më thënë, unë nuk e di, do më thënë, më falë, nuk do shaj, nuk do shaj, po e meriton ta shaj, do më thënë. Jo ta shaj. Po nejse, përveç kësaj ka qenë një skenë shumë e bukur atëherë që unë isha i vogël vetë, po u futa me një studio atëherë që ishte shumë e madhe. Me thënë drejtën ka qenë studio më e madhe edhe Dhe ka qenë të nënta. Më duket, ndoshta ose Nënta. Afër banjëve. Me shumë mundësi, nuk e mbaj mend fiks. Ose Nejse, ka dytë. Po më duket ka qenë e para studio. Sa futesh e djathtas e para kështu direkt. Ajo që thonë mos i bjerderës. Jo djathtas ishte montazhi. Ah, po. Jo montazhi nga ana tjetër, këtej Okay. aty ka qenë. Edhe futem në një moment aty, unë ta thash që isha ky tip i turpshëm, që hajde bëj, mirë po e bëj, e kuptoj. Edhe më thot një drejtoresha e asaj kohe, më thot që hajde tha se do të prezantoj me dikë, tha. Po nuk më tha që ishin 200 veta. Edhe dalin dikë, jo me 200 kalamaj kështu tani. Edhe unë që, okej, shumë mirë, kështu. Edhe filloja me këtë prezantimin. Sot, e dini me kë keni të bëni ju apo jo? E dini kush është ky? Propaganda. Jo. Normale se s'm njihnin, pse duhet të më njihnin? Edhe vetëm kur thot, ky është buci te Dora Exploruesja, dhe unë thash, bo sa do më shajnë këta mua tani vetëm kur shoh 30 katala të vegjël. Më largoni që këtu. Amon se s'në ndafash me vetëm më tiki. Po që do me thënë, hiqe pjesën e shakas, tani ishte skenë e bukur për të qenë, e kupton se e shive që të paktën kishe bërë një gjë që kishte ngel aty. Pavarësisht se si ishte e bukur. Ja 4 sezone. Në procesi. Dhe në 4 po kishte disa pista. Ajo Dora vazhdon akoma të Dora thënë. kishte di. Si përfundimi gjetët malet. Pa se nuk e di, mos e ndill, qafsh vllaj. Vllai vazhdon akoma Dora Explorues, ja, mos ja shtin mend njeriu ti të drejtat prapë. Bravo. Është e bukur. Se tash e kanë vështirë se kanë bërë film artistik, duhet me përshtat fix. Tani të më qo për trajnim, muj Madagaskar më trajnim. To të të bishtin. Mirë, po ta kem bërë artistik, s'do thot ku janë malet. Ku janë kodrat të kësaj rradhe. Do thonë që kanë fëmijët të qajnë këta, utikja. Atë, shiko, atë nuk do e bëja. Nuk do e bëja, jo. No more boots in the shit. Kujtë të do një jepjani. Qizmet e kuqe. Jo.
Po shiko se ka bërë edhe Jepi se. dalim nga Sa dorë. s'është aq i bukur sa ky. Jo, ky është tamam. Ky është tamam lele. Ke bërë një film të studio Ghibli. Okej. Ka bërë Ponyo. Te Ponyo domethënë ka bërë te Po, ka qenë Suzuki. po pra ka qenë djali, ai shoku i Ponjës. Ai shoku i Ponjës, nëse të kujtohet. Ajo që del peshku kuq. nga deti dhe e merr. Okej. Kujtohet? Kjo është anime, ë? Po. Kjo është anime, film. Tani historinë nuk e mbaj mirë mend këtë. Asne, mos u mërzit Një peshk që bëhet njeri dhe është e fiksuar me këtë çunë e vogël. Edhe kjo e vogël është. Edhe jema i rrit sikur ti kishte të dy të vetë, domethënë është një histori shumë kështu, po që rol kryesor. Shiko, këtë e kam si të mjegullt, po nuk është se e mbaj mend. Do të thënë, do të shpik në histori tani? Jo, Ponjë. Qose të vjen si imazh. Jo, nuk e mbaj mend. Okej. nuk e mbaj mend. Kalojmë Po te më qetra. e ke bën Miles Morales, megjithëse do kështu Po, ti. Miles Spider-Man. Moralesin aty. Ke boj Spider-Man, po, çfarë Spider-Man? Boj Spider-Man. Ai shoku joni përbashkët valla do të dashuroj për këtë Shiko, karaktere. Aty ka pasur një këngë në fillim. Më falni. Unë nuk ka qenë qëllimi im, unë thjesht nuk dija këngën, kupton? Më thanë këndoje si të vi, atë që këndova, atë që pash. Që dëgjova. Edhe po, nuk është se doli në gjë ajo kënga, po pjesën tjetër e kam qarë. Ai ke qarë. Kjo është Laboratorën. Pjesën tjetër tani, atë që e kam, ç'a të them edhe unë shkreti. Hera parë është. E parë ishte. Po një kam bërë Miles, se tjetrën nuk e kam bërë unë, më duket. Je tifoz i këtyre filmave fantashtikë? Tash edhe je që tifoz futbolli. pse je tifoz futbolli? Po jam i çik. I Me çik me kë je? Milanin, jam i çik me San Ah, Ty më dil ku doja. Riverdale. Ju jeni si lajzë duke. Ja. Jemi të shpërndarë. Shiko, ne po vazhdojmë përpiqemi, kemi një 15 vjet. Mos vdesi shpresa. Se rikthehet Galiani, Se gzimi ka viti që ka. Rikthehet Galiani. Po pastaj do fillojmë të shohim në neçe këtu bashkë. E gjera la. San Siro më duket do na e prishin, kështu që Jo, shkova unë tërsi ishte, vajtë në neqë, në urrafë me Fiorentinën, atë Atalantën. shiko plak, kur shkon herën e dytë, fiton. A thu? Nuk funksionon, jo. Funksionon se isha me Prej Roma. biletës, Isha me ikëm. Roma, fitum 1-0. Se s'funksionon. O, vlla. Jo, ka funksionuar po. O, vlla, funksionon. Herën e dytë, herën e parë humbëm me Juven. Kush ka luluja? Ne unë bëm Atalantën, vajtë në neqë. Do të shkosh pra. 6 tylla. Shkon në ndeshje Champions League, çift në Epic Hiring. Ai, Shiko, tifoz i Barcelonës. Pastaj ti e Barcelonës. Jo. Ja, i marrë unë i vogël. Ça më bë? Shiko tash. Jepi. Bani më vetë futbolli sa. Ja, ndrëmë, Është ndrëmë, emision fal, tjetër. fal, Emision fal, tjetër, fal. do të shtojmë, po kur do shtojmë Milani. E. Dalim çik këto omëlsina se tam ka bë transin, po ka bën një tjetër. Oje. Kush është? Ka morë gjithë marrëdhëniet me Vegjitën. Ke bën në kabën. Kaba. Sa janë, kështu një i vogël. Ka Basajani. Një kështu satanik. Po, shiko, duke qenë fansi të Dragon Ballit, domethënë Ja, se shiko, nuk më intereson çka ke bën te kaba. Ore, je i lumtur kur t'japi kështu Dragon Balli, thua, "Ah, mor ma jep një shiko, tjetër." nuk ka njëri në tokë që edhe mos dish ta bësh tu, po e bëj. Si çdo shita. E bëj plak. Ë? A Dragon Balli nuk e thu dot jo, domethënë. E ke pa Dragon Ballin kështu gjithë si janë plus minus se Shiko, kam parë goxha, nuk kam parë të gjithë. Domethënë, mund ta kem pa pjesë këtu, pjesë atje, një pjesë këtu, kështu, po përgjithsisht mendojmë deri në pikun e vet. Se shiko, unë pikun nuk e kam pa tani në japonisht. Unë në shqip më ka shijuar edhe do vazhdoj të shijoj. Kështu që me ato që kam pa, e kam pa goxha domethënë. Ky kaba nuk e mbaj mend ta kishte dalë atëherë. Ja, duket është se i ishte dalë fare. Ky kaba Është nga këto hallkat e më vonshme. Kush ka qenë pjesa jote e preferuar e Dragon Ballit që ja? Te Dragon Balli. Po. Tani unë preferuar kam pas Gohanin, po pjesa më e bukur që mbaj mend unë është kur ai ngre atë sferën Goku, që ti ishe te televizori, merr edhe time. Merë më dhe mua. I jepi lekët e babit aty në televizor. Na! Merri të gjitha. Munde. Ha, ajo ka qenë e bukur. Edhe shkojnë në shkollë i djersitur, pastaj. Po çka ke ti? Kisha dhënë Gokut. Mëra mikrofoni. Ku iku mikrofoni? Mos e vrit me një Mori Goku. Ja dhënë të mikrofonin Gokut. Po kur ishe mbajje për shumë të sforcohesh të bëhesh Super Saiyan. Po i çik potesh. Vlodhe sapuni aty. Se nuk ka mo. Ku shkode? Kush nuk është bosu?
Në halën Si gjithë ajo apo? ti shkoj zjeshe me në njërin të shtopi im, më shtopi im. Me kokën. Vlad, do të pyes unë tash, Tati, haje. se unë jam tersliku gjithmonë. Ti e bo spec fare. Unë jam bo paprika. Papi, unë kam qelë djekse të, ha. Po ti fol më dje? Po ti mshaj dhe jetë. Zbëm në një djekse. Vështirësit që ke ti, vëllai, gjatë procesit dublimit. Domethënë ato Ti në këto pyetje dhe Rimir. mërzitshme. Rimir, Mos i kthej përgjigje. pikat e tua dopta për shembull që i ke të procesit dublimeve. Pse mund të Ti boje rarëzohen? pyetjen e bukur më zemra. Çfarë është diçka që ti punon për ditë për ta përmirësuar? Tani, një Që gjë kur që bore mua ma kanë edukat. thënë, po unë vetë nuk e shoh te vetja, është që ndonjëherë më del në një fjalë me që, domethënë kjo gjë, ja. Domethënë unë se shoh te vetja, domethënë as As kur dublon. Ma kanë thënë 2-3 veta, domethënë, po që e kam munduar që Ta bëjmë. ta kem pak në mendje kur i them ato fjalët që mos ta bëj, po mua nuk më duket sikur e bëj. Nëse, një është kjo. E dyta është që kjo lëvizja me zërin, domethënë impostimi im, për mua nuk arrit të shkoj në ca nivele që unë kam qef t'i bëj, po e kuptoj që unë deri në një farë pike mund të lëviz me zërin. Do doja të bëja më shumë, jam përpjekur, domethënë, po mendoj që më të mirën time mund ta jap këtu. Kështu që kjo është. Pastaj për sinkron, Ka faj pita. nuk me plot modesti nuk s'mendoj se ka në një që Është ma... mund të bëjmë gajë po të doni. Është fil. Vim Mundet. Beleri, ftes direkt dhe Po ka edhe ty ta hap sfitën, s'ka gjë. E paska gearbox Porsche. Po dale, po pra, po e ka presor pra. Kapa me vizitën, tek për tek atë. Vini është vini. Kështu që se kjo ishte shaka. Po, patjetër, Nuk patjetër. po them gjë të mira se unë. Vino kjo mos na sinkroni- gjujt keqen. Sinkroni 1 pikë, këto tjera të 300 pikë. Kupton është kështu, kjo ishte shaka këtu. Po, do më thënë, nuk është se ke tentu bifjala për shembull për zëra që mund të jenë karaktere të ligj. Do nuk të pëlqejnë apo Jo, është se thjesht s'më sportim pëlqen. shumë i madh vokal. Jo, nuk mendoj se arri bukur. Domethënë, Kapito. nëse e mendoj se dikush mund ta bëjë më bukur se unë, pse mos ta bëj ai edhe të më vi mua një rol që unë s'më rri. Shiko, unë nuk mendoj se të gjithë mund të bëjnë çdo rol. Patjetër. Domethënë, ke ato rrethin tënd që ti mund të rish mund dalësh ndonjëherë pak. Po, Normal, patjetër. se, shiko, edhe eksplorimi është gjë e mirë, nuk është në gjë e keqe. Tani është unë diskutohet. jam përpjekur, po nuk mbaj mend që të them, këtë e bëra bukur ose një gjë që të më ketë ngel kështu. Edhe përgjithsisht thash që unë kam bërë për herë ato rolet e mira, shpëtojmë botën, ai grupi me 3 veta, ky që rregullon pak është i shkathët. E gjëra tilla, domethënë, nuk është se kam qenë shumë te ky i keqi. Do e provoj më edhe tani. Do të bjera ti më Do e provoj edhe atë po. Po, ke që në gjë apo? Po do bëj pyetje kështu po mirë. Në të ardhmen, se nuk e di, dublon besoj edhe sot, ë? Po. Okej, do të të ardhmen e shikon. Na bëjnë e vend. Por pse jo? Deri mirë tash nuk po dështove. Në të ardhmen ai shikon për shembull dublimin si diçka që ora unë do i impenjohem kësaj se më pëlqen. Se për lekë di mos se disa na kanë ardhur na thon tjetër përgjigje. I dim çmimet, i dim pazaret. Po them fare atë, unë po e shoh në vija të përgjithshme kështu. Tani si punë është shumë e bukur, domethënë. Po nuk e di a e mundson një tregu jon këtë gjë. Unë nuk i di muhabetet se si financohet një film, domethënë. Edhe nuk mund të flas për këtë pjesën që për momentin ta them me plot gojë që nuk e shoh dot vetëm si punë të parë, kupton që të bëj vetëm këtë. Që do kisha qef që të bëja vetëm këtë, është gjë tjetër pastaj, do kisha qef, normalisht që do kisha qef. Nuk më mendoj se mund të ketë aktor jashtë që vetëm këtë gjë bën. Po, pafund. Kështu funksionon zakonisht. Duhet të ketë shumë. Drini mo, na ka pasur kur e kishin drinin çata për shokun e vet në Gjermani. Konkret, kishte thënë Pa ai punon punëndrash. Okej, janë gjëra tilla Jo, domethënë. edhe këtu punë ëndrash është, po jo financiarisht. E pra. Po kjo vjen nga shumë pasoja. Më tash, edhe një pyetje kam negative dhe pastaj para, unë mendoj që edhe këta dubluesit që bëjnë një punë të mrekullueshme, fal. e kupton? E gjithë kjo vjen te fakti i jon, i këtyre që na shohin, i këtyre që mund të jenë shumë të vëllë që na shohin, boni kalamojëre.
Boni ka nevojë të ketë rëpi shofi se Ti rri mirë se e shofim. Është unë pjelloria. Ka fajsa liu. I qeni dureksi nga tregu. Na falni. Katë këtë pjesën nga sapo. Reklamo vlla, ç'ke? Valla, duhet. Po duhet me Terezi, jo për ditë. Na falni yve neve. Pra Tani të pyetje negative, do ta e harrova. Ç'a pyetje do bëj? Kanë ato negative që janë shumë më pa. Ja. Joana në masakrova me pyetje negative. ja ma ti thjesht kontekstin e ke negativ se pyetja është e bukur. A thua? Po se ti s'di me bë pyetje. Faleminderit. Ma thuj mu i herë se ja transkriptoj. Jepi se diskutojmë. Sipas teje. Ja, filloj me këto. A mirë pra duhet bërë përgjigje kështu. Edhe unë. Bravo. Kush ka qenë? Po. Do të thënë ose kush nga dy periudhat e dublimeve është më e mira? Periudha e vjetër, pra stili dublimit të vjetër, me dialekte, me Post-Covid apo jargone, pas-Covid? po shoh. Apo kjo në ditët e sotme. Tu fillu që nga prodhimi si filma vet, deri tek dublimi. Filma vet, shiko, unë filma tani kjo, domethënë ai ka qenë fillimi, ndoshta edhe fillimi godet shumë, nuk po e them këtë se jam mund tani, nuk mendoj se tani është më mirë se atëherë, si të gjithë mendoj që atëherë për mua ka qenë më boom i madh, shijonte më shumë filmi. Ishte më i bukur, kishte atë imagjinatën e vet si film, se po ti shohësh filma tani, domethënë ti ke pa aq shumë filma sa është e vështirë më të krijosh diçka të re. Është shumë e vështirë. Domethënë po të shohësh gjithë filmat, ishin 3 foka, janë 3 pinguina, u bën 3 qen, janë 3 kuaj, domethënë dalin 3 lop. Edhe thjesht ndryshojnë ato emrat, po ti shohësh edhe seritë, sidomos këtyre serialeve, domethënë është pak a shumë e njëjta logjikë. Po që mendoj që atëherë ka qenë më mirë. Unë nuk e kam kap atë kohë, do kisha shumë qejf ta kisha kapur atë kohë, po kam qenë shumë i vogël. Tani edhe mund ta kisha kapur duke bërë një kështu bebe që qanë, aq i vogël se s'kapja do të dëgjoj. Pasa te kohë se kapi. Si shikus, por mund të krijojë kohën e sotme. si Po s'bëm të kalamoj domethënë. mund të krijohet. Mund të krijohet. Nuk është se s'mund të krijohet. Tashi disa filma të bukur kanë dalë, nuk është se nuk kanë dalë. Leon për shembull unë mund ta fuste në të njëjtën. Leo është nivel Shreku. Po. Është nivel Shreku po. Edhe Bad Guys. Është Bad Guys-i. Fantastike. Kjo që bë popullore, kjo detektimi. Unë mendoj se sasia e filmave që ti mund të shkosh në atë nivel lart dublimi, tani është shumë pak. Po. Domethënë nuk mendoj që është vetëm faji i njërit apo faji tjetrit. Domethënë këtu në këtë rast sa herë ngel jetim. Ja vërtet. Thjesht ashtu ngel. Se janë ca filma që ti aq mund t'japësh, nuk mund t'japësh. Ta lejaj ti. Domethënë unë mund tentoj të them një gjë, nuk lejohet. Du të them një gjë del turqisht. Du të them një gjë tjetër, është censur, është për fëmijë, ka një grup moshë më të vogël. Është ai problemi animeve që folën bashkë. Domethënë masa i shef po shef kuklla, po në të vërtetë muhabeti është që ti nuk i dublon dot sepse ato kanë një bot kuptim pak një moshë më të rritur që ti kuptosh nuk ja transmeton dot fëmijëve, varet nga mesazhi që marrin edukata. Domethënë ndërthuren edhe problemet e të mirat, e të këqijat, edhe bëhet një mishmash, domethënë në ca raste. Analizë më të mirë vëlla nuk ka ndonë as i ftuar, pasha zotin. Kështu që se di, tani unë këtë kam pak personale, pa përmend emra. Këto na interesojnë. Për asnjë gjë, le të mërzitet kush doj, unë nuk e kam fare problem. Mërzituni. Tani unë kam dëgjuar që shumë aktorë janë të mërzit në mënyrën e pagesës, edhe i vë të drejtë deri me far pike. Unë i vë të drejtë në qoftë se ti je aq i mirë sa për të merituar aq. Më beson mua që ka që kërkojnë për shifrat që ju i dini, ato lekët kur nuk i meritojnë. Dhe ndonjëherë duhet kthy dhe gishti nga vetja. Po vërtet. Kështu që nuk ka vetëm nuk mund t'i kërkosh dikujt mirë dhe mos kthesh kurrë gishtin nga vetja. Mu më ka ndodhur në shumë raste, as nuk kam qef t'i përdor fare, as si them emra kështu, ata e din vet, domethënë ndaç marrëdhëniet e tyre me mua kështu, nuk është se kam inat me asnjë.
Po është një vërtet që unë nuk më dhëm se jam i drejtë në ato që po them. Domethënë unë i di limitet e mia, e di kush jam, e di sa mund të bëj, a kupton, nuk mund dalë unë them tani siç bëra atë krahasimin çfarë me vinin. Tani është budalliku më i madh po ta them, a kupton, nuk e me tjetrin, është një listë e gjatë para. Unë thjesht jam një ndër ta, po nuk mund të krahasoj veten me asnjë. Thjesht është kjo ideja e Shiko se cili ka vendin e vet në pantallon, Po, kështu që thjesht kjo nuk më ka gris pak në njerë, se Shiko, është jo, e pak di pse kështu. se ka diçka, se e kuptojmë që ka role për shembull që ai që po vjen ta bëjë këtë rolin duhet vlerësuar për këtë rolin. Po. Ndonjëherë merret e mirë qenë, ama se ti 2 orë po lexo këtë Po, rolin po. kryesor, po në të njëjtën kohë 2 orë po lexon edhe këtë role të Po. plotësuese dhe paguajse, po nuk mund të paguash njësoj kur ti Jo, ke jo, e një kuptoj, rol kryesor. Nuk ka rëndësi, mund të jesh ti, mund të jetë kushdo. E kupton? Në momentin që ti ke diçka që po transmetohet gjatë gjithë kohës, lineare, nga fillimi deri në fund, për shembull, ti filmin vizatimor, Po. nuk mund paguhet njësoj si dikush që deri aty në backstage dhe bën 15 zëra të ndryshëm se ka një mirëpafshim, di që dikur, domethënë unë nuk e di a kam kap këtë kohë. Me thënë drejtën unë po doni unë i them vlerat që unë jam paguajt më përpara. I di. Domethënë, jo Mos e nuk vran mendje. s'ma do më Mos të e di vran fare, mendje. unë e dëgjova atë që the ti, ke thënë me një intervistë për një rol që ishte Po. shumë i gjatë e kthej andej. Dhe t'jap dorën e tregu super realist. Domethënë unë derisa kam mbush 18 vjeç plak, nuk e kam lu një herë, po them unë 300.000 lekë ndoshta kanë qenë shumë. Po. Unë ta shpjegoj, unë këtë punë nuk e kam nis për lek. Unë këtë punë e kam nis sepse familja ime, domethënë, ka dashur të më angazhonte me diçka. Domethënë, jo të isha një fëmijë që shkoja edhe rria vetëm para televizorit, po ndërkohë t'jepja diçka nga vetja, të angazhohesha. Edhe mendoj që më ka bërë mirë, e kupton, nuk mendoj që më ka bërë keq. Më ka pjekur në shumë aspekte, më ka mësuar me punën, më ka mësuar me lekun, më ka mësuar me sakrificën. Ka qenë shumë gjëra, nuk është se ka qenë vetëm një. Kështu e mendoj unë. Jo, super i sakt për zonë analizën sakt, nuk është se kena marrë deri më sot. mësojmë tash. O më lësoje. Ta bëjmë lojë. Ta bëjmë lojë. Bajme. Ta bëjmë lojë. Ta bëjmë lojë edhe të kënaqem. Atalanta Milan x1 do të sham. Lart me kordë. Kur lumë burri dheut? Se bëm shaka. Ka lujt. Ka lujt, po Atalanta nisë me frujë me Milan. kë kemi ne? Prapë? Me Kaljarin e kemi? Nuk e di, me Genoan e kena pas të dielën. Jo, këtë e jo, di. Po gabime se do na vi kasapi këtu ama. Me Genoan. Lojën, po hajde se si Hajde. Milani na mori Se ftyrën. ma e mesë doli, pa tani sune? Buç. Buçëm, ha? Filmat Mirë. vizatimor anime janë mix. Okej, mirë, hajde se so. Po e Duket nis- se si kleç me burri dheut për Po, këto, ha. kjo peshon shumë. Okej, mo, okej. Ha. Kuroko në basket? Buçëm e Po nis. pra, Po. apo një që ti mbaron e di që e ke qef se ma the edhe vet, Dora Explorusi. Diskutohet që do zgjedh do po çat. Kur e në bazë të ndërë na do plak as nuk diskutohet fare. Faleminderit që ma bëri të pyet. Ta shtë skualifikoj që Po, fillim? po. Me Mund të qenë mund. loshë kështu. Kuroku në basket apo Naruto? Shiko tani, un kam pas lidhje me basketbollin e gjitha, po para Narutos nuk e vëdo. Se e kryq. Ti dole tradhtar. Nuk Po vazhdo. O vlla, ja ka ndërprer 4 hera i Bilbili në fund atë. Vazhdo. Atëherë, kam Naruto. A do sfidi nga këtu? Naruto apo Shreku? Ë? Dhe për Shreku po flasim për gjithë, a, gjithë cilën dush ti. Unë shiko, unë njëgjën maj men plak. Atë maj men Atë gjithë. legendarin për këto tjerët. Shiko që t'ja letësoj që punën vetës. Ka një që është me njërë dhe një me tjetrën. Të dy me të Apo dyja do jemi. përziteni të dy me mua. Po Jo, ti zgjidh cilën dush, je i lirë. Do zihesh me ata, jo me ne. Ne thjesht kemi opsione. Po Shreku ka qenë dublim shumë i bukur për Ah, për ka për qenë. atë gallatën e vetë për gjën komike që kishte. Tano. Naruto plak. Au. Naruto. Unë e kam radhën. E ke ti? Super. Naruto apo Dragon Ballin? Dragon Ball. Nuk as Au, nuk e e fare. dorë. Dhe gjithse e doshe kështu. Ishte dorë. Ma futa. Më keq se ka, shiko, kod vazhdoni. Ja, dhe vazhdojmë. Vazhdojeni një. Dhe vazhdojmë se ka dhe gjona më të Vazhdojmë. rrota. Dragon Ball apo Mulan? Ja, më Jo, fal, jo Mulan, Dragon pjesë e Ball. ngatrova. Epoka kullnaja. Desha me thonë këtë. Të gjithë këto në një dathnore. E, e ka.
Ja, Dragon Ball i plak. Me gjithë zemër e ka Dragon Ball i plak, Dragon E Ball. menoj për të menuar. E menova herë, po nuk po menoja se çam kishte lënë ajo epoka kullnajave, po nuk ka. s'po më vinte, e ka shumë. Dragon Ball apo Kung Fu Panda? Edhe ai Kung Fu e bukur. Sa veta do mërzitëm po të them Kung Fu Panda në plak. Po ti thuj që të ndjen në Në, bardha shiko, zemër. Vlla, do bëhesh si për shembull Kung Fu Panda- demokratët urrejnë Edi Ramën. Shiko, unë Kung Fu Pandën kam qenë edhe në dublim. Pak, po kam qenë. Ha, pra. Jo në film, kam qenë në serial. Serial. kështu, Edhe e kam përjetu pak, më ka pëlqyer, domethënë, ai i gjithë procesi. Kë kam shiju unë më shumë, e kam seriozisht që kam shiju Kung Fu Pandën duke qenë pjesë edhe e dublimit. Edhe te Dragon Ball e ke qenë dublim. Ka, po, Ka edhe qenë të këtë përcet. S'ka qenë të dy. Të shtërnime të. Po unë gjdesha më. Vetë hungry. Te Kung Fu Pandën e kam shiju o plak. Kung Një Fu sekond, Panda? një sekond. Kung Fu Panda ishte me Dragon Ballin? Po. Po Dragon Ballin më burr, unë thashë ishte me Naruto, e huma, më falni. Nuk e di pse dola këtej. Nuk e isha Atëherë, të unë menduar do luj. akoma. Jo, Dragon Ballin, nuk. Unë do luj me kartën e funit. Luj. 90 çat 90. Hajer. Që të Kung Fu Panda. Dragon Ball apo Leo? Karta e funit, valla, të digjet. Nomen të bëhet. Po unë mendoj që është një nga dublimet më të mira shqiptare që është bën njëherë. Mesa, E vërtet. tregojën tjetrën dhe shëtim asaj direkt. Ja. Zgjidhi herë. Për mua Jam super dakord me ty. Rreja Leftero. Shiko, rej smërzitet unë Dragon Ballin plak. Ai. Ta mbyllim me këtë tash me qëse dhe kjo është Po shumë. që jo spec fare. Kjo është vend tjetër. Dragon Ballin apo Bad Guys? Cilin dush ti të dyja mjallë? Dragon Ballin plak. Dragon Ballin. E lujtë e pis. E luta. Do ta kisha lënë funte po e Dhe thjesht për qefin tim dhe dëshirën time që kam qenë të bullizoj këto fansat e One Piece-it. Tum ke pëlqej. Dragon Ball apo One Piece? O prit mendohem pak o zotje ma Dragon Ball. As nuk e. Ai arrito kësaj ditë. Më urreni. U kënoqa. U kënoqa. Kënoqa dhe unë. Burëm sa e dush. Shohim dhe Milani me këtë rast. Po. Po E. mendoj shohim mirë. Vallai, do ulë rasi mirë. Super Saiyan ja vlen më u kur bëhet gol. Shive, po ishim Dani Champions Flow. League, mund të shohim një ndeshje me këtë që të thënë, na bime Barcelona. Kështu që Na knaq. Të keni për të thënë mes si në Jo, vitet rafën e 90 për qef. Ta kam çuar ke reels aty te telefoni për Champions Champions League. Një League. gol të patos kështu, sa hapjo sy tak. Tonë rrjetë. Ato s'marrin mend që thu ti po lani. Le. Sa marrë neshja nyt. Jo, O bate pse se pritet dy herë penaltit. Jo, valla, Bato ka qenë përpara kësaj që thotë po. Po, Di çfarë abate. tifozi. Alo. Është ajo ndeshje, mos e vëmë. I ka e drejtë. Po, Nëse abate. na lini neve të zier, na. I boni dy herë penalti, dy herë gol, një herë ja qujtë se tham s'ke që do t'i gola. I ka drejtë. Me hilë. Je Flori vlla. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju çuna. Edhe sa më shumë suksese edhe të pafshim në majat e dublimit. Edhe sa më shumë, në të gjitha anët. Amin për gjithë, për të gjithë neve. Sa në një serial, në një film që Boruto. Ja më se. Okej, pra, neve do shifena në episodin e parafundit të sezonit. O bo. Kush pret pastaj gjithë ato muaj me oktober. Nuk e di. Ah? Nuk e di. Rrini se do ketë surpriza, kaq di të them unë. Rri Leftera mon. Kështu që ja kalofshi mirë edhe shifemi te një tjetër.